Roni Rëngastrati, psikologi nderuar, kënaqësi të kemi sot në program. Ko e gjatë pa të pasur dhe më thuaj të lutem në aspektin psikologjik si ndikon një ngacmim i tillë tek një mitur. Shikoj, jona këto raste janë mjaft të ndjeshme dhe dita ditë shoqëria po përballet vazhdimisht me këto raste dhe këto kanë një ndikim negativisht në gjendjen psikologjike, psikoemocionale, sepse cilësohen traumatike dhe përveç që janë traumatike kërkojnë kohë durim e maturi terapeutike për t'u trajtuar, por t'i ekspozosh organet gjinitale përpara fëmijëve, t'i ngacmosh seksualisht fëmijët, të kesh një interes erotike seksual për fëmijët që patjetër e përbën problemin një çrregullim parafilik e pedofilik, çfarë e bën shoqërinë? Vazhdimisht të kërcënuar, të rrezikuar nga këto raste. Ne identifikojmë raste, shohim, supozojmë përmes mediave publike ato çfarë ndodhin, si raportohen ose çfarë pasojë shkaktojnë, por sa raste mund të jenë të fshehura ose misterioze. E si mund të jemi të sigurt ne për fëmijët tanë kur lozin në afër kopshteve, në parqe ose diku tjetër. A e kuptoni që shoqëria dita ditës po bëhet shumë komplekse dhe pikërisht nga ky kompleksivitet shoqëror, ne duke sikur jemi brenda një mjegulle dhe nuk shohim dot se nga na vije rreziku dhe nuk duhet të tregohem dramaturgjik ose histerik në këtë rast, por kërkohet siguri publike, edukim publik, mirëqenie psikosociale dhe psikologjike në të gjitha përmasat nga profesionistët e secilës kategori, jo vetëm psikiatristë forenzike apo psikiatrëve ose të tjerëve, por edhe shumë kapaciteteve tjera institucionale, sepse kur po ndodh pasoja, kur po shfaqet problemi, kjo i kushton një kosto të madhe shtetit pastaj për trajtim e rehabilitim, kur ne mund ta parandalojmë përmes metodave të ndryshme dhe formave të ndryshme multidisciplinare fenomenet famkeqe të pedofilisë dhe ngacmimeve seksuale. Nuk është kaq e lehtë ta përballosh kur dëgjon një lajm për ngacmim seksual, po akoma më e vështirë është kur e përjetojmë të dhe e ndjejmë nga brenda dhe e shohim se si dhe në çfarë rreziku përballen fëmijët tanë. Roni, fëmiu, vetëm një gjë, fëmiu për shkak të proceseve të maturimit dhe zhvillimit të hershëm, sigurisht fëmiu këtë e ndjen si kërcënim, kur sheh një organ gjinital të ekspozuar dhe të imponuar nga një person tjetër madhor, fëmiu traumatizohet dhe kjo i mbetet dhe pikërisht këtu, Roni, pikërisht këtu, se tash them në rastin konkret që ka ndodhur në Prishtinë, për fat të mirë ka pasur kamera, gjë që e kanë incizuar dhe kanë bërë më të lehtë, mbas edhe mund ta bëjnë më të lehtë identifikimin e autorit. Por si të komunikojmë me fëmijët, duke qenë se është traumë në vetvete, madje është traumë jetësore, si të komunikojmë pritjet me fëmijën që t'i ndihmojnë ta identifikojnë që njëjtë ka përjetuar një ngacmim të tillë? Se ka fëmijë që mbyllen në vetvete dhe s'flasin. Jona, pyetje shumë e mençur, e di pse, sepse kjo pyetje i shërben televizionistëve dhe shërben njëkohësisht edhe si metodë parandalimi. Fëmijët nuk duhet të jenë të ndrojtur, as nuk duhet të jenë të kufizuar në komunikim me prindërit, sepse fëmijët kur përjetojnë raste të tilla ndjejnë frikë se nëse ja thon prindërve ose vëllaut të madh, ose motrës së madhe, ose xhaxhait, ose kujdestarëve, mund të ndërshkohen fizikisht, ose mund të ndjerë akoma më shumë fajtor, ndërkohë kjo çfarë bën fëmijën të cenzuruar. E prindërit çfarë duhet bëjnë? Duhet t'i lënë hapësirë komunikimi fëmijëve, çfarë do që përjetojnë në shkollë, çfarë aktesh apo episodesh përjetimesh kalojnë. Dhe kjo e bën fëmijën në komunikim dhe t'i raportoj apo t'i shpreh rastet me të cilat ballafaqohet. Unë shoh shumë prindër, kam parë ndoshta raste fëmijët përjetojnë ndrojtje ose ndjejnë frikë ta rrëfejnë një ngjarje të dhëmshur apo një ngjarje traumatike apo të rrezikshme në shkollë ose kudo qoftë tjetër. Kush e bën këtë? Do ta bëj prindi t'i lejoj hapësirë. Po. Roni, faleminderit shumë gjithmonë për ekspertizën tënde jashtëzakonisht vlefshme këtu në Kosova Today. Faleminderit juve, punë të mbar.